3 javë pas vrasjes së Gazmend Çollakut, duket se ekzekutimi i tij është drejt zbardhjes. Pas një hetimi intensiv është bërë i mundur identifikimi dhe lëshimi urdhër arrestit të ish-kreut të krimit ekonomik në Tiranë, Ervin Talipaj, pasi dyshohet si bashkëpunëtor në rrëmbimin e Çollakut mbrëmjen e 6 janarit, teksa gjykata e krimeve të rënda ka caktuar edhe masën e sigurisë arrest në burg. Ndërkohë mbrëmjen e sejntes është bërë ndalimit 33 vjeçarit Denis Shtraza, si një nga autorët e dyshuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut. Prokuroria e krimeve të rënda njoftoi se ndalimi Denis Shtrazës u bë rreth orës 21 në Rinas, duke tentuar të largohej nga Shqipëria. Shtraza u ndalua teksa udhtonte me mjetin e tij tip ML, ndërsa ishte në shoqërinë e një personi, por gjatë kontrollit të mjetit të 2 personave u janë gjetur disa celular të fikur. Nga kjo e dhënë policia ka krijuar dyshime dhe ka vendosur bllokimin e përkohshëm të mjetit, ndërkohë që 2 personat e shoqëruar janë lënë përkohësisht të lirë. Prokuroria e krimeve të rënda konfirmoi se në pjesën e pasme të mjetit u gjetën disa gjurmë gjaku, të cilat rezultuan të njëjta me gjurmën e gjakut të gjetura në fashën plastike me të cilën ishte lidhur viktima Çollaku. Në këto kushte, Prokuroria e krimeve të rënda ka krijuar dyshime të arsyeshme se këta persona duhet të kenë qenë pjesë e pengëmarrjes dhe vrasjes së shtetasit Çollaku, ndërsa vazhdojnë hetimet për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në rrëmbimin dhe më pas vrasjen e Gazmend Çollakut. Mësohet se Ervin Talipaj i shpallur në kërkim për ngjarjen është përjashtuar nga radhët e policisë si oficer i SHKB-s për dekonspirim të operacionit të lojrave të fatit.